të peshkatarit, fermerit, blektorit. Ne jemi lëvizja e njerëzve të zakonshëm që duan ndryshim në vatrat e tyre. Jemi sot këtu në një nga krajinat më pjellore, më punëtore të Shqipërisë sa i takon bujqësisë. Jemi sot këtu jo pa qëllim. Jemi sot në gjysmë finalen e fushatës, një natë para finales së madhe që e kemi nesër në Tiranë. Dhe kemi ardhur këtu në fshatin tuaj, sepse për ne fshati është aq i rëndësishëm sa kryeqyteti i vendit. Të dashur banor, të dashur miq, vëllezër, nëna, prindër, në vitet 91-92, kur shqiptarët të fundit rrëzuan diktaturën nga më të egrat që kishte parë bota, kishin një shprehje: e duam Shqipërinë si e gjithë Europa. Unë sot 34 vite më pas ju pyes ju këtu në Drenovic, a është Shqipëria si e gjithë Europa sot? A keni ju fermerët e kësaj krajine subvencione, kujdes, ndihmë si gjithë fermerët europian? A keni ju një qendër shëndetësore në standarde europiane këtu në Drenovic, në Samatic, në Ing dhe në gjithë krajinën? A keni ju shkolla, kopshe, çerdhe, cilësore në krajinën tuaj? A ka këtu njerëz të cilët kanë emigrim, familjarët e tyre, se nuk ja dili dot në vatrat tona? E pra, a është sot Shqipëria si e gjithë Europa? Ndaj jemi sot këtu për të bërë një ndryshim të madh, për të sjellë epokën e ndërtimit të Shqipërisë europiane. Ju qytetarët e zakonshëm të Republikës, a ndiheni të barabartë me ata që kanë pushtet në këtë vend? A ndodh që fëmijët tuaj ta gjejnë të drejtën njësoj si fëmijët e atyre? A shkollojnë fëmijët tuaj në shkollat më të mira të botës si fëmijët e tyre? A detyroheni ju të merrni borxh për të mbijetuar në bujqësi, blegtori e me radhë? E pra miq, mendoni, sistemi që kemi në fuqi, çfarë ka bërë për njeriun e zakonshëm të Republikës tonë? Sa lodheni ju në përditshmërinë tuaj? Hapni pumët e duarve, shikojni, e krahasojni me ata të cilët bëjnë logje kavaje, por e kanë lënë tërkohës vendin në mjerim total. Ne në këtë garë nuk jemi për pushtet, me thënë drejtën. Ne në këtë garë nuk jemi për zyra. Ne në këtë garë nuk jemi për të pasur ato që këta kanë sot. Ne në këtë garë jemi vetëm për një gjë. Ne jemi për të ndërtuar shtetin modern shqiptar. Sepse shteti është pasuria më e madhe që ne kemi. Ne sot e trajtojmë shtetin si një hau, sepse ku na paraqitet polici, na ka ardhur hau, jo mbrojtja. Sepse ku na paraqitet inspektori i tatimeve, na ka ardhur haui, jo ndihma. Sepse ku na paraqitet çdo sektor i shtetit, kemi frikën e dhunës, shtypjes, korrupsionit, ndëshkimit, për shkak se besojmë e mendojmë ndryshe, qoftë dhe politikisht. Ndërkohë, shteti duhet jetë institucioni, vatra, dora e ngrohtë për çdo njeri të pamundur të vendit tonë. Duhet jetë dora e ngrohtë për çdo fermer që punon në fermën e vet. Duhet jetë dora e ngrohtë për çdo pensionist që duhet ta shijojë vjeshtën e jetës së tij me dinjitet. Duhet jetë dora e ngrohtë aty në spital e të sigurojë ilaçin për atë që është i pamundur, i sëmur e nuk ka mundësi ta blejë në mënyrë personale. Duhet jetë aty garancia kur të mohohet e drejta e pronës, kur të mohohet e drejta e garës, kur të mohohet vendi i punës, kur të mohohet e drejta për të jetuar në vendin tënd. Shteti duhet jetë aty për ne. Pse ndodh që shoqëritë e tjera ja kanë dalë të ndërtojnë shtete moderne? Çfarë ndodh në emigrim aty tutje,
ku ne apo fëmijët tuaj shkojmë dhe gjejmë në një vend që as nuk kemi dhënë jetën për atë vend, as nuk na kanë dëshmor gjyshrit për ato vende, as nuk kemi paguar taksa për ato vende, por dhe kur shkojmë emigrant, gjejmë aty respekt, gjejmë aty dinjitet, gjejmë aty konkurrencë të drejtë, gjejmë aty meritokraci dhe shqiptarët ja kanë dalë që në emigrim në 20 apo në 30 vite të sigurojnë, të rrisin fëmijët, të shkollojnë fëmijët, të ndërtojnë familjet, të ndërtojnë banesat atje, të ndërtojnë dhe këtu nga një banes, të ndihmojnë familjarët këtu, të vinë për lindje e vdekje e martesa, pra ja kanë dalë në 10 huaj të garantojnë atë që nuk munden dhe dheun tonë. Ja pra, që shteti mund të bëj, por shteti kur vendoset në funksion të smirës, në funksion të së drejtës, jo në funksion të sligës. Çfarë keni parë në 34 vite? Korrupsion, banda, blerje vote, dhunë, marrje kartash identiteti, kërcënimi administratës, subvencionim të shokëve e miqve, duke lënë mjerim fermerin e zakonshëm. Janë vërteta këto, po apo jo? Dhe ndaj duhet ta ndryshojmë, po apo jo? Ka ardhur koha, po apo jo? Është koha për ndryshim, po apo jo? Do ta bëjmë, po apo jo? Forca! Duam ndryshim! Duam ndryshim! Ka muaj që pushteti pasi nuk më joshi dot, pasi e pa që unë nuk pranoj pazar, filloj baltën, dhunën, kërcënimin, inskenimet, për të ndalur nevojën për ndryshim të popullit ton. Unë nga ky shesh i them kujdo. Unë Adriatik Lapaj jam i pashantazhueshëm. Si kur të gjithë, ti kërcënoni, ti shtypni, ti burgosni, të inskenoni, unë nuk shantazhohem, nuk bëj pas, përveç se po më mor tjetën. Sepse tashmë, nuk jam Adriatiku i familjes time, nuk jam Adriatiku i vetes time, jam biri i popullit që kërkon të bëjë ndryshimin. Dhe këtu, nga Drenovica, nga një fshat njerëzish punëtor, unë angazhohem, do të shpartalojmë si fillim sistemin e bandave, e do t'i sjellojmë parat në fshatrat tona, në vatrat tuaja. Angazhohem solemnisht këtu për para fermerëve. Nëse një ditë, fal bekimit tuaj, do të vim në pushtet, e do të drejtojmë shtetin, do të bëjmë për fshatin atë që as imagjinohet, do të sjellim te ju subvencionim për çdo kilogram prodhimi për djersën dhe akun tuaj. Ta din mirë që do të hapim bankën kombëtare agrare për të dhënë kredi me interesat buta për fermat tuaja, për djersën tuaj, pa u detyruar të shkoni në institucionet e fajdeve që këta kanë hapur sot. Do të ndalim kontrabandën dhe do të bllokojmë importin e produkteve të cilat konkurrojnë pa drejtësisht produktet tuaja deri ditën që ne përmes subvencionimit u vendosim në kushtet barabarta me vendet e tjera. Do të investojmë fuqishëm në hapjen e linjave përpunuese të bujqësisë dhe blegtorisë, që as 1 kilogram prodhim i juaj të mos shkojë më të kalpet nëpër kanale. Do të garantojmë cilësinë e farave, cilësinë e pesticideve, plerave kimik, fertilizues kristalor, që në Republikën e Shqipërisë të mos ketë më nga këto të cilësisë së dytë, vetëm cilësinë e parë sipas direktivave të BE-s. Do të ndërtojmë shtetin
e së drejtës, shtetin e meritës, shtetin kur të takon do ta marrësh, kur nuk të takon nuk do ta marrësh. Do të ndërtojmë shtetin më miqësor në Ballkan për biznesin e vogël, duke bërë të mundur që të gjithë ata që merren me biznes, me xhiro deri në 200 milion lek në vit, të mos paguajnë tatim fitimi dhe do t'i heqim me ligj tatimorët nga biznesi i vogël. Nuk do të shkojnë më. Do të jemi për fermerët dhe blegtorët, dhe ky është angazhimi im solemn për fshatrat e Shqipërisë, njerëzit dhe qeveria që nuk do të ndalet derisa ditën t'i bëj fshatrat tanë ultra të zhvilluar, fal tokave dhe punës tuaj. Me subvencione do të sjellim që vitin e parë të qeverisjes, nëse vim një ditë në pushtet, 300 milion euro, që janë mbi 300 miliard lek, dhe në fund të vitit 4 do të sjellim mbi 500 milion euro, që do të thot rreth 530 miliard lek. Këto para do të vinë në vatrat tuaja të secilit ati që punon te fëmijët tuaj, dhe do të krijojmë mundësi që fëmijët që kanë ikur të kthehen në tokat e të parëve të tyre. Dhe edhe pse e them në çdo shesh, nuk do lodhem se secili publik që takon meriton respektin e tij. Do ta them dhe sot, secili nga ju në datën 11 maj duhet të mendoj që ajo kutia që ka përballë është një kuti që e ka pasur gjatë këtyre 4 viteve që kanë shkuar çdo ditë jetës me vete. E të mendoj që gjatë 4 viteve, nëse ka qenë prind pensionist, e pasi ka marrë pensionin, ka shkuar dhe ka bler ilaçet, e nuk i kanë dalë më lekët për të shtyr muajin, po është detyruar të marrë në telefon e vlatin jashtë që t'i dërgoj diferencën. Atë çast, ju prindit tanë do të votonit për këta apo kundër këtyre. E nëse ju jeni fermer që gjatë 4 viteve keni parë se u shmar në çmim produkti juaj, apo i keni hedhë në kanal dhe i keni parë tu kalbet djersa juaj, do të votonit atë çast për këta apo kundër këtyre. E nëse ju jeni familjar që keni pas dikën në spital, po kur keni shkuar aty, nuk keni gjetur shërbim, nuk keni gjetur ilaçe, dhe jeni detyruar të blini dhe pambukun në farmaci, do të votonit për këta apo kundër këtyre. E nëse jeni një familjar që i ka ikë fëmia në emigrim dhe aty te dera kur e ka përcjell me lot në sy, të kishit kutinë e votimit, do të votonit për këta apo kundër këtyre. E pra data 11 maj është dita kur ju duhet votoni kundër atyre që u kanë larguar fëmijët, kundër atyre që u kanë hedhë produktet në kanale, kundër atyre që u kanë pa shërbime, pa drejtësi, kundër bandave që e kanë marrë peng Shqipërinë. Forca! Forca! Ftoj këtu kandidatët tanë. Dale, se kemi një djalë nga fshati këtu, prit. Pra po, se ma këshim vëm pas. Ftoj këtu kandidatët tanë të shkëlqyer. Birin e fshatit tuaj, të Krajinës, Voltian Hoxha. Voltiani ka përfunduar studimet Voltian Hoxha ka përfunduar studimet në biokimi dhe shkenca mjekësore teknike dhe ka mbi 10 vite përvojë si sipërmarrës në bujqësi. Ka mbajtur role drejtuese në network marketing dhe është angazhuar në kauza qytetare dhe protesta. A i synon të sjellë zërin e fermerve dhe blektorve në qendër të vendimarrjes. Volti nuk ka nevojë për reklam këtu se është një bir juaj që i ka duart në kao dhe punon bashkë me ju në fushat e këtij vendi. Mbështeteni Voltianin. Yzedin Hoxha
Yzedini është i diplomuar si teknik ndërtimi topograf në Itali me not maksimale. Ka përvojë 6 vjeçare si vullnetar në ndihmën e shpejtë. Ka punuar për 3 vite si specialist në vlerësimin e verës. Me energji dhe përkushtym, synon të sjellë në adhe zgjidhje konkrete për komunitetin e zonës tuaj. Është një djalë i një fshati ngjitur këtu afër. Yzedini është nga Urekuçit. Erisa Bruzhui. Erisa është e diplomuar në menaxhim veterinar dhe aktualisht studente në infermieri në Albanian University në një fakultet të dytë. Ajo ka qenë e angazhuar në kauza sociale që prej vitit 2019 dhe është pjesë e organizatës Brainstorm. Erisa beson se përkushtimi dhe dijet janë çelësi për një politikë të ndershme për qytetarin e zakonshëm të Republikës tonë. Klodian Siqeca. Klodiani është i diplomuar në farmaci industriale në Universitetin e Padovës. Është me përvojë në kërkime shkencore mbi përdorimin e radioizotopeve në terapi antikancer. Ka qenë pedagog në një prej universiteteve të vendit dhe i angazhuar në fondin e kujdesit shëndetësor. Ka menaxhuar një kompani farmaceutike dhe tani ushtron profesionin e farmacisit në qytetin e Beratit. Atëre, për shkak dhe të faktit që fushata është intense sot, këtu duat përmend Rediana Alibeaj, është i lindur në Berat dhe banues në Rom, është përfaqësues i diasporës, është i diplomuar në ekonomi dhe ka një master në financë ndërkombëtare në gjuhën angleze. Prej 5 vitesh punon si analist kredie në një kompani ndërkombëtare. Përvoja e tij ndërkulturore i ka dhënë një perspektivë të gjerë mbi zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Është djali i krajinës tuaj. Rezina Bregu është e diplomuar në administrim biznesi në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës. Ka ndjekur trajnime profesionale në leadership në sektor të ndryshëm, me fokus në ndikimin dhe inspirimin si lider. Përvoja dhe formimi i saj janë përqendruar në menaxhim, udhëheqje dhe përfshirje aktive në çështjet sociale. Marglena Asawa ka përfunduar studimet për regji filmi në Milano. Ajo është aktive në industrinë e kinematografisë ku merret dhe me casting dhe aktualisht punon si kostumografe. Me një